tema kur na vjen një lajm i gëzueshëm. Pejgamberi sallallahu kur i vinte diçka që e gëzonte, binte në sejdë për Allahun e Lartëmadhëshëm si falënderim për të. Çi thonë se sejdës? Po, sejdë të shukr. Sejdë po, sejdë e falënderimit. Pejgamberi sa ka qenë prej sunetit të tij, prej traditës së tij, që me falëndëru Allahun kur i ka ardhur diçka, në lajm i gëzueshëm, diçka që ka gëzu. Dietarët kanë thonë, domthon si rregull e kanë treguar se pejgamberi sa ka bëu sejdë kur i ka ardhur ndonjë lajm i papritur. I ri që s'e ka pas më herët dhe ka qenë lajm i mirë. Çto të ria, i papritur, i ri, domthon jo që ka një më herët edhe ka qenë lajm i mirë. Pse po tham, domthon pse po përmeni këtë? Për arsye se njeriu ka mundësi një lajm të gëzueshëm shpesh. E pritni diçka, thot familje ose edhe i përhapën, i tregojnë njerëzit lajme të gëzueshme shpesh, nuk është për qëllim kjo. Është për qëllim nuk ke kon hiç ndjeni që ka menduar diçka e mirë, edhe vjen dikush edhe thot a keni që filani për shembull ka arrit këtë ose ka arrit këtë ose dikush për shembull e ki tafën ti, po thamë si shembull nuk ka pas fëmijë kohë gjatë, dhe vjen dikush thot a keni që filani ka fëmijë ti thu Allahu Akbar, domthon gëzohesh edhe bjen sejdë. Bjen sejdë si falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall. Këtë ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe një prej mënyrave që e tregojnë dietarët se ka përdorur këtë sejdë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në ditën e çlirimit të Mekës. Kur është liru Mekja, pejgamberi sallallahu ka hi kokën e ulur te poshtë, ka qenë hipër në deve edhe ka pas kokën e ulur te poshtë, dietar ka thonë kjo ka qenë një prej formave të sejdës që e ka bëu pejgamberi sallallahu për arsye se s'ka mujt me zbrit prej devës. Si falënderim ndaj Allahut që ja ka mundsuar dhe është liru Mekja. E kum përmend edhe më herët, Imam Ebu Hanifi Allah e mëshiroft, nuk i kam rri që ky hadith që pejgamberi sallallahu ka bëu sejdë. Nuk i kam rri që ky hadith që pejgamberi sallallahu ka bëu sejdë, dhe kur e kanë trajtuar këtë çështje në praninë e tij, në nxënësat e tij, ka thonë që sikur t'ishte kjo gjë e saktë, atëherë na do të duhej që të bënim sejdë pa u nal hiç. Domthon faktikisht Ebu Hanifi, Imam Ebu Hanifi Allah i mëshiroft thotë nuk na kishte rënë me çu kryt pjesë sejdës asnjëherë. Pse? Për shkak të mirave të vazhdueshme që të vinë prej Allahut. Vetë jeta që e ka njeri, frymarrja që e ka, është e mirë e vazhdueshme që ka nevojë për falënderim. Por fjala logjikisht e Imam Ebu Hanifes është shumë me vend. Por suneti pejgamberit sa është argument se pejgamberi kur i ka ndodhur diçka e papritur ka bëu sejdë. Është edhe rasti i kujna është rasti i kujna që ka bëu sejdë për një gëzim të madh që u kon. Tregimi sahabive që ka ndodhur në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Qysh? Ja, kjo është të shka është. Kjo është të shka. Rasti i Muadh ibn Xhabelit është të shka. Kur ka arë për Jemenit. Për Jemenit ka shku, kur ka arë për Jemenit, ju ka përkull pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se i ka po atje prisit, njerëzit ju përkull prisave dhe ka hunë nështë është s'ka problem në formë të respekt. Tani për njësame kanë dalu. Rasti është i Ka'b ibn Malikut. Kjo tregon që kjo ka qenë e njohur mesin e sahabëve. Pse? Se kur Talha ibn Ubejdullah i ka treguar Ka'b ibn Malikut që Allahu ta ka pranuar pendimin, mas 50 ditë izolim, Ka'bi ka rënë sejdë me një herë. Si falënderim ndaj Allahut. Tregimi është i gatë dhe i dhimbshëm edhe i çuditshëm, po ajo që po na vjen për këtë ders është se Ka'bi ka rënë sejdë dhe kjo që thonë dietar ka qenë e njohur mesin e sahabëve. Andaj kujna i ndodh diçka e mirë, e papritur, lajmi i gëzueshëm është mirë që me rënë sejdë, është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me rënë sejdë me falëndëruar Allahun, dhe thonë dietarët se për këtë rast nuk ka nevojë as për abdes, as më kthy nga kibla, as me thonë tekbir Allahu Akbar, as hiç. Po nëse thos ka problem, morësh me thonë Allahu Akbar dhe me rënë sejdë.
nuk ka të keqe. Po si je, qysh je, në çfarë momente je, ku je, ki avdes nuk ka rëndësi. Je në shpinë është në krevet të ra me fjetë, domethënë nuk i ki as teshat qysh do të, nuk ka problem. Se kjo është vetëm sejdë, s'ka diçka më shumë se çikaç. Është vetëm sejdë dhe është si lloj falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jall për këtë mirë që ta ka dërgu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.